Ndodhemi midis rrugës Panorama dhe rrugës Butrinti, dy nga rrugët që kanë zhvillimin më të madh kohët e fundit, në një objekt të sapo përfunduar. Në total janë 4 kate të dedikuara vetëm për banim. Kjo është një nga njësitë që ndodhet në këtë strukturë e organizuar në këtë sipërfaqe që ju shikoni këtu, rreth 45 metër katror. Stili i saj është studio garsonier. Është ideale për ta shfrytëzuar për qëllim akomodimi në Booking dhe Airbnb. Punimet në të gjithë objektin janë nga më cilësoret dhe ajo çfarë dua të theksoj janë punimet shtesë që janë bërë në këtë objekt. Duke filluar që nga patinimi dhe lyerja e mureve, që nga tavanet e fshehta dhe ndriçimi që është vendosur në këto tavane, siç ju mund ta shikoni dekoderat e LED-it dhe po ashtu fasada për vendosjen e televizorit. Pjesa këtu është ambienti i tualetit, i cili është totalisht i rikonstruktuar, i investuar, ndryshe nga çfarë dorëzohet një njësi standarde. Pjesa këtu është ambienti ku do të shfrytëzohet për gatim ose ndenje dhe aty do të jetë pjesa e dhomës së gjumit. Në korridorin këtu ju do të keni mundësi të vendosni lavatricen dhe tharsen, pasi siç shikoni instalimet janë të përfunduara dhe po ashtu dhe boleri për ujin e ngrohtë i cili do të furnizojë apartamentin njësinë.